Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka bërë bilancin vjetor të Policisë së Shtetit në luftën kundër kultivimit të lëndëve narkotike në vend. Proda veçoi Shkodrën si qarkull me riskun më të lartë për kultivimin e kanabisit me 105.591 bimë të asgjësuara dhe 17.027 fidan të evidentuar në fazë fillestare. Përgjatë 10 mujorit të vitit 2025 janë evidentuar 580 raste kultivimi në 191 shtetas të implikuar, nga të cilët 106 janë arrestuar. Analiza e bërë si dhe këtë vit, qarku i Shkodrës mbetet qarku me risk më të lartë me 105.591 bimë të asgjësuara në territorin e këtij. Njëkohësisht nga strukturat e Policisë së Shtetit në fazën fillestare janë evidentuar dhe asgjësuar 17.447 fidan të dyshuar kanabis. Të nderuar pjesëmarrës, strukturat qendrore dhe vendore të Policisë së Shtetit përgjatë 10 mujorit të vitit 2025 kanë evidentuar 580 raste kultivimi me 191 shtetas të implikuar, nga të cilët 106 janë arrestuar, 36 janë ndaluar, 17 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 32 në kërkim. Po t'i krahasojmë këto të dhëna me të njëjtën periudhë të vitit 2024, përgjatë 10 mujorit të vitit 2025, kemi ulje me 132 rasteve të kultivimit, kemi 58.317 bimë narkotike më pak të evidentuara dhe 71.873 fidan më pak. Loreno Bukauci, drejtori i Shërbimit Ndërkombëtar të Policisë Italiane, theksoi se është zgjedhur periudha 1 maj 31 tetor, pasi është koha kur edhe bimët narkotike lulëzojnë. Po ashtu Bukauci bëri me dije se është parë jo vetëm periudha e kultivimit, por edhe momentet kur është rimbjell bima. Fushata 2025, siç e dini, ka nisur më 1 maj dhe ka përfunduar më 31 tetor, sigurisht sepse duhet të ndërhyjë në momentet kur bimët lulëzojnë dhe ka bërë të mundur që të shihet jo vetëm gjithë periudha e kultivimit, por edhe të planifikoj shërbime monitorimi nga ari të zonave të mbikëqyrura më parë për të parë nëse ka momente kur është rimbjell bima. Nga pikpamja shkencore teknike, do të doja të theksoja kontributin edhe nga konsorciumi universitar Benekon, i cili ka vënë në dispozicion njohuritë e përdorura për të identifikuar kultivimet. Ndërsa komandanti i Guardia di Finanza Luigi Vinci Guerra tha se kjo fushat është në edicionin e 14 të saj, ku në fokus të punës është hartëzimi dhe monitorimi i zonave që janë me risk.